Miqtë e mi, si që patët dhe nga sigla prezantuese, tashmë do t'jemi të gjithë pjesë e hapësirës mjeku për ju, ku sot do trajtojmë diçka vërtet shumë të veçantë, shpeshherë të mbetur dhe në hije, siç është pjesa laboratorike, si moment shumë i rëndësishëm i mjekësisë. Unë do të prezantoj me njëherë dy mjekesha që na vizitojnë për herë të parë këtu në emisionin ton Reze Dielli. Në krahun tim të majt është mjeki Agenta Dedaj, mjek e laboratori biokimik dhe klinik. Përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Ndërkohë që në krahun tjetër kam zonjë Dorina Xhaxha, mikrobiologe. Përshëndetje. Përshëndetje. Nuk e di në i thash mirë statuset tuaja, pasi në laborator, duke qenë se bëhet fjala për gjëra shumë të imta dhe gabimet e vogla bëjnë diferencë të madhe, apo jo? Po, shumë e vërtetë. Nuk ka asnjë problem. Në fakt, nëse referohemi laboratorit, laboratori është një moment shumë i rëndësishëm që ka lidhje me atë zinxhirin e gjatë mjekësor, që tek diagnostikimi e më pas me vjushmërinë e trajtimit, po ndoshta këto janë gjëra që do të trajtojmë dhe në emisionet e ardhshme së bashku. Sot duam që t'japim pak rëndësi pjesës së këshillimit. Këshillimit në çfarë aspekt? Ndoshta ajo faza parapërgatitore të mënyrës se si një pacient duhet përgatis veten për të marrë analizat, se si ato duhen marrë, në ç'kushte dhe në ç'mënyrë, kjo është thelbësore apo jo? Në fakt, me evoluimin këto vitet e fundit të mjekësisë, jo vetëm kualifikimi mjekësor, po dhe i aparaturave, besoj që kjo gjë nuk e ka lënë jashtë edhe mjekun e laboratorit, apo jo? Ku konsiston kryesisht 10 vitet e fundit ky zhvillim, ky evoluim i shkencës laboratorike? Enita, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat. Faleminderit që na dhat mundësinë edhe ne mjekëve të laboratorit për të paraqitur dhe ne ato diferencat që na ndihmojnë për të bashkëpunuar bashkë me pacientin dhe bashkë me mjekun klinicist në ndihmë të diagnozës tij. Në 10 vitet e fundit, shkenca e laboratorit ka bërë një evolucion shumë të madh dhe kjo ka qenë në drejtim të automatizimit, që do thotë zhvillimi i aparaturave deri në përcaktimin e një fushe të re në laborator, siç është fusha e biologjisë molekulare. Kjo është në fakt deri ku shkonte aspekti laboratorik? Aspekti laboratorik deri, po themi, në 20 apo 30 vitet e fundit në botë, shkonte deri në nivelin e analizave të thjeshta, të cilat limitonin në mënyrë të ndjeshme diagnozën e pacientit. Pastaj me zhvillimin e shkencës në përgjithësi, duke u zhvilluar dhe pjesa instrumentale e laboratorit, në këtë mënyrë u arrit në krijimin e një fushe të re në diagnozën e laboratorit, siç është fusha e biologjisë molekulare, e cila ka të bëjë me përcaktimin deri në ADN të sëmundjeve të cilat deri dje nuk njiheshin fare, që ishin sëmundje të rralla. Por, çfarë u vure? U vure që pavarësisht këtij automatizimi dhe sofistikimi, pra të themi të pjesës instrumentale, të përgatitjes së stafeve që bëjnë pjesë në laborator në nivele shumë të larta profesionale, u vure që pjesa që është gjithmonë delikate, e cila nuk varet pikërisht nga këto dy momente, ka të bëjë me pjesën para-analitike. Do me thënë, ç'është pjesa para-analitike? Pjesa para-analitike ka të bëjë me të gjithë hallkat, të cilat merren me rrugën që ndiqet nga pacienti derisa mostra të vijnë në laborator. Deri në dorën tuaj. Deri në dorën tonë. Dhe çfarë u vure? U vure se 60% e gabimeve që zhvillohen në laborator është i pasojë e gabimeve që bëhen në fazën para-analitike. Çfarë do thotë kjo? Kjo ka të bëjë me mënyrën se si pacienti përgatitet para se të vinë në laborator. Si instruktohet ai përpara se të vinë në laborator për të marrë një analizë caktuar, siç është gjaku, urina e analiza të tjera. Ka të bëjë me gabimet që merren me mënyrën se si menaxhohet mostra. Gabime që merren me manipulimin, me regjistrimin, me transportimin e mostrës deri në laborator. Edhe steriliteti dhe kushtet. Të gjitha këto probleme që mund të lindin në këtë fazë, në mënyrë absolute do të çojnë në laborator një mostër të alteruar dhe për fat të keq i vjet faj laboratorit i cili paragjykohet që nuk ka vepruar drejt apo nuk e ka bërë mirë analizën. Ndikon direkt tek rezultati. Ndikon direkt tek rezultati. Kjo sjell pra një konfuzion tek mjeku klinicist, sjell një pikpyetje të madhe përpara problemit që ne kemi, pra për të zgjidhur hallin pacientit dhe në këtë mënyrë bëhet një lëmsh i madh. Faktikisht ju folët në fillim të bisedës për një bum, por në Shqipëri, si qëndron ky bum për sa i përket zhvillimit të laboratorit në fazën kërkimore, në ato çka trajtohet, në instrumenta e në gjithçka tjetër?
Edhe në Shqipëri ka një zhvillim për sa i takon automatizimit laboratoreve, kryesisht në nivelet e laboratoreve private, për sa i takon qendrave shëndetësore të cilët kanë edhe mundësira financiare për të blerë pajisje të caktuara, për t'i përballuar pra, sepse normalisht automatizimi është e barabartë me një kosto të madhe financiare, pra nuk është thjesht një, po themi, një gjë e cila mund të merret nga kushdo, dhe kjo është shoqëruar paralelisht edhe me një zhvillim edhe të nivelit tekniko-profesional të stafeve që punojnë në laborator, si të personelit lartë, ashtu edhe të personelit të mesëm. Dhe në Shqipëri, momentalisht kanë hyrë shumë mundësira për diagnoza, domethënë e cila deri dje ne nuk e arrim t'i bënim në Shqipëri, pavarësisht se kemi akoma dhe shumë rrugë për të arritur, domethënë në nivelet domethënë bashkëkohore sipas standardeve që ka. Patjetër. Rëndësi ka që ka tentativa, drejt edhe pjesës kërkimore të biologjisë molekulare, siç e thatë edhe ju. Po ky zhvillim dhe ky automatizim, ose këtij zhvillimi dhe këtij automatizimi, ai shkohet paralelisht dhe nga përgatitja e mjekëve të laboratorit për të interpretuar dhe për të përdorur siç duhet instrumentat, sepse edhe ky është një problem. Kjo është një pjesë e ambicjes që ka çdo staf për të arritur më të mirën dhe për të kuptuar atë çfarë po bën. Por ajo çfarë ne na gëzon si mjek laboratori është, po themi, përkrahja dhe afrimi që kanë edhe mjekët klinicist me laboratorin. Të mos harrojmë që deri përpara 10 apo 15 vitesh, diagnozat në Shqipëri ishin kryesisht klinike. Pra ishte teoria e syrit klinik. Mjeku, duke qenë se kishte eksperiencën e vet shumë vjeçare, vinte diagnoza në bazë të eksperiencës së tij. Pra, është i verdh, dyshonte, pra nëse pacienti ishte i zbet, në bazë të shenjave klinike, ai afrohej shumë me diagnozën. Por për shkak të një infrastrukture shumë të dobët të laboratoreve në ato vite, një pjesë e madhe diagnozave viheshin në këtë mënyrë. Kjo sillte një rritje të mundësive të gabimeve në diagnoza. Pacientët, një pjesë e tyre nuk mund të themi që kanë qenë kaq të mëdha, por që gjithsesi një pjesë e pacientëve janë mjekuar edhe gabimisht. Dhe kjo bënte një kalvar, pra, që fillonte tek pacienti, mbaronte prapë tek pacienti dhe çdo gjë domethënë binte në koston e shëndetit të tij. Po çfarë ka ndodhur në këto 10 vitet e fundit? Ajo që është për të vlerësuar është që ndërkohë që laboratori ka filluar pra të bëjë një, po themi, një ngritje në nivelin e vet, në cilësinë e tij të punës, më në fund po kuptohet edhe nga mjekët klinicist rëndësia e laboratorit. Pra, tani laboratori është një armë e fortë e fuqishme në vendosjen e diagnozës. Tani nuk shohim më mjek klinicist që vën diagnoza pa pasur analiza përpara. Dhe kur themi laborator, nuk kemi parasysh vetëm laboratore biokimike, klinike që merren me analiza gjaku, mikrobiologjike etj., por pjesa e ekzaminimeve laboratorike përfshin edhe pjesën e radiologjisë, pra nga grafia e thjeshtë deri tek skanerat, rezonancat Është zgjeruar shumë harku. Dhe kuptohet që sa më shumë mjetët që jenë në tavolinën e mjekut klinicist, aq më thjesht është edhe diagnoza për këtë pacient dhe aq më afër vërtetës jemi për diagnozën e tij. Po, faktikisht diagnostikimi ka momente shumë të rëndësishme. Për të kaluar pak tek Dorina, po ju tras me emër tashmë, se ne i trajtojmë miq të gjithë ata që vinë për të bërë dhe një alternim të situatave. Faktikisht në këtë moment që ne jemi tash është një kohë virozash, le të themi, dhe ato që janë më në qarkullim janë këto virozat e grygëve. Mund të bëhet mbjellja bakteriale e fytit në çdo kohë dhe çfarë kushtesh duhen plotësuar? Po, kjo është një pyetje shumë specifike për laboratorin, domethënë shumë e fokusuar për laboratorin mikrobiologjik. Është e vërtetë që periudha tani stinore fillon edhe orienton drejt kërkimit ose drejt kërkimit të infeksioneve të ndryshme të fytit, ndër të cilat, po themi, një përqindje të mirë zën edhe ato të natyrës bakteriale, jo vetëm virale. Dhe është pikërisht kulturat e fytit të cilat bëjnë edhe këtë diferencimin nëse kemi të bëjmë ajo problematik ka të bëjmë me një problematik bakteriale, të natyrës bakteriale apo virale. Kulturat e fytit mund të bëhen, është e mira që të trajtohen esëll në mëngjes, për pacientit të jetë esëll në mëngjes, pa ngrënë, ose minimalisht 4 orë
pa ngrënë. Po. Domethënë e mira është të jetë ose esëll ose 4 orë pa ngrënë. Kuptohet që kjo lloj analize nuk mund të merret sepse një pjesë analizave mund të jenë që sillen në laborator. Kjo lloj analize është e qartë që duhet të asistohet vetëm në laborator. Pra, merret në laborator, nuk mund merret individualisht nga personi. Individualisht nga personat. Ka disa indikacione të veçanta, pacienti nuk duhet të ketë marrë antibiotik, të paktën minimalisht për 14 ditët e fundit. Dhe sidomos ato antibiotikë të cilat ne mendojmë se përqendrohen në pjesën e fytit. Kjo është një dimes shumë e madhe që dhahet në fakt, sepse këtu ne po fillojmë me atë rrugën se si duhen trajtuar analizat dhe si duhet përgatisim veten. Janë disa detaje të vogla të cilat vërtet të orientojnë drejt një diagnoze më të mirë. Përveç kësaj është e qartë që suksesi një ekzaminimi të mirë do të varet edhe pikërisht siç tha edhe doktoresha nga mënyra e marrjes së kësaj analize dhe përfundimi i mëtejshëm i saj. Është e qartë që kjo analizë duhet bërë më e mire në laborator sepse ka disa kushte të cilat deri në ardhen aty ajo ndryshon natyrën për shkak të ndryshimit të pH-it, ndryshimit të temperaturave, ndryshojnë cilësinë e gjë që ndikon edhe në rezultat sigurisht. Po, e keqja e kësaj të themi në thonjza e keqja, sepse kjo është pjesë domethënë si të thuash e protokollit të punës është sepse kjo kulturë zgjat 3 ditë. Domethënë për të marrë një përgjigje personit do t'i duhet, pacientit do t'i duhen 3 ditë. Ndërkohë që në laboratore, sidomos në laboratorin tonë, është një analizë e cila është një rapid testit themi ne ose testet e shpejta, të cilat përcaktojnë ndjeshmërinë e këtij bakteri, pra të streptokokut, sepse përqindja më e madhe e cila arrihet që për më pak se gjysmore të merret një përgjigje. Doktoresh Genta, dua t'ju drejtojmë dhe ju pak në një aspekt më të përgjithshëm panoramik, duke qenë se me doktoresh Dorinën folëm specifikisht për kulturën e fytit, ndalemi pak tek ato kushtet e përgjithshme, si ta përgatisi veten pacienti për të marrë analizat në formën më të mirë të mundshme. Atëherë, pacienti paraqitet në laborator në 2 forma. Njëra është forma akute, ku pacienti nuk ka kohë të këshillohet. Ai mund të jetë në një situatë hemoragjie akute, në një apandesit akut, mund të ketë një dhimbje kudo në trup. Pra janë disa situata specifike në cilat ne nuk kemi kohë për këshillim, por ne duhet të bëjmë menjëherë analizën, të veprojmë dhe, domethënë, ky është një grup pacientësh të cilët i përjashtohen nga këshillimi. Grupi më i madh pastaj janë pacientët që ose vinë në laborator sepse kanë vetë dyshime për një problem caktuar, ose paraqiten tek mjeku klinicist, diskutojnë me të dhe nga mjeku rekomandohet një grup analizash dhe pastaj pacienti vjen me këtë fletë rekomandimin në laborator. Ky është momenti më i mirë për të diskutuar me pacientin, për ta sqaruar atë në mënyrë që ai të vinë në laborator i përgatitur. Çfarë do thotë përgatitja? Janë disa grupe analizash, të cilat pacienti duhet i ketë parasysh para se të vinë në laborator, çfarë kushte duhet të ndjekë ai. Për shembull, ne kemi grupin e madh të analizave të check-upit biokimik. Po. Ato që e kemi dëgjuar fakt shprehjen check-up e kemi dëgjuar shpesh domethënë. Po. Check-up është një fjalë anglisht, e cila në gjuhën shqipe të përshtatur sipas formës mjekësore ka të bëjë me kontrollin e përgjithshëm dhe ka të bëjë me disa teste që flasin për gjendjen në gjakun e pacientit të yndyrnave, të sheqerit, të funksionit të veshkave, të funksionit të mëlçisë, të disa kriprave që prodhohen në organizëm, proteinave. Pastaj shoqërohet me analizën e gjakut komplet me formulë, e cila është një analizë që flet për seritë e ndryshme qelizore që janë në gjakun, total blood që quajmë ne në gjuhën tonë, urina komplet e tjera e tjera. Por sipas grupit të analizave, pacienti duhet ketë parasysh disa këshilla.
Por këto këshilla nuk duhet i ketë të parasysh vetëm laboratori. Ajo çfarë kërkojmë ne, domethënë nga praktika e përditshme, është që të kemi një përkrahje dhe një suport edhe nga mjeku klinicist, i cili e drejton pacientin në laborator dhe mund të konsumohet që në këtë moment këshillimi, që pacienti të mos rrollatet, sepse nëse ai vjen i pakëshilluar, kthehet mbrapsht dhe ndodh domethënë që për shkak neglizhencës, punëve që ka pacienti, ai mund ta neglizhoj fare pastaj këtë test dhe kush është kostoja? Kostoja është direkt të shëndeti i pacientit. Pra ai vonon, harron, përton edhe domethënë në këtë mënyrë kemi një telefonat në studio, me sa duket një shikues ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje? Alo? Alo, përshëndetje zotri. Alo, ju dëgjoj pak dobët. Me sa duket ka një me sa duket nuk arrim të lidhemi mirë. I kërkojmë ndjes se dhe ana teknike ka ato problemet e veta. Atëherë, ndalemi pak tek kjo që po diskutonim, tek check-upi, sipas grupeve. Te gjaku komplet, ndalemi te gjaku komplet. Atëherë, gjaku komplet shpesh në praktikën tek pacientët shqiptar ngatrohet gjaku komplet me check-upin. Gjak komplet sipas gjuhës laboratori do thotë seritë qelizore të gjakut. Pra leukocitet ose ruazat e bardha, ruazat e kuqe, trombocitet dhe sedimenti. Kurse pjesa check-up ka të bëjë me profilet biokimike të gjakut të pacientit. Analiza e gjakut komplet është një analizë e rëndësishme e cila në shumicën e rasteve ne na jep sinjale për probleme që mund të ketë filluar tek gjaku i pacientit, tek shëndeti i tij. Por jo gjithmonë. Pse them jo gjithmonë? Sepse pavarësisht dyshimeve ose pavarësisht patologjisë që mund ketë në të vërtetë pacienti, ne mund të mos jemi asnjë shenjë te kjo analizë. Gjë që e them këtë sepse për shembull mund të ketë, po themi, debate midis tre niveleve, pra tham laborator, mjek klinicist dhe pacient, i cili pret që tek kjo analizë të shohë ato çfarë ai pret. Jo gjithmonë ndodh. Pacienti nuk mund ta bëj analizën e gjakut komplet në çdo orë. Kur duhet ta bëj? Sepse ndikon direkt tek sedimenti. Pra nëse pacienti ka ngrënë gjatë gjithë ditës, i ka konsumuar vaktet, është lodhur etj, kjo direkt mund të na ndikojë tek sedimenti dhe tek ruazat e bardha, të cilat rriten në fakt në mënyrë artificiale. Pra dhe ne fillojmë dhe themi mos ka ndonjë infeksion, mos ka ndonjë gjendje problem shëgullimi imunitetit. Të drejtojmë gabimisht rezultatet e veta. Gjithashtu gjaku komplet nuk mund të bëhet në rast se kemi një grua e cila është në një cikël menstrual. Pse? Sepse ajo duke qenë se ka hemoragjinë e ciklit, kemi pritshmëri të madhe që të ketë një anemi kufitare. Mirë, po ti thuash një gruaje që je anemike, do thotë që ta fusësh atë në një rrugë, domethënë të gjatë për trajtimin e saj etj, që është kosto shëndetësore, po është dhe kosto financiare, se flasim që gjërat janë bashkë me njëra tjetrën. Kështu që këto dy kushte janë shumë të rëndësishme, pra të mos bëhet në çdo orë të ditës, por bëhet esëll. Gjithashtu nuk duhet bërë analiza e gjakut komplet nëse pacienti vjen nga një lodhje e madhe fizike. Pra, nëse ai ka bërë palestër, nëse ai ka bërë vrap, nëse ai është lodhur shumë, ka lyer shpinë apo ka pasur një aktivitet fizik, ne kemi vërejtur që kemi një kompromentim të serisë së kuqe. Pra, domethënë shikojmë të ruazave të kuqe dhe shikojmë situata lehtësisht anemike. Madje, studimet kanë treguar që nëse pacienti ka bërë një udhëtim me avion dhe vjen të nesërmen në laborator, dhe këtu në këtë rast është vërejtur që ka pasur një anemi kufitare. Pra, analiza e gjakut komplet është një analizë që duhet bërë esëll, duhet bërë në gjendje qetësie, pra 24 orë të fundit të jetë në një gjendje normale, pra dhe jo në çdo orë të ditës. Gjë që gabohet këtu edhe nga pacientët që duan mbarojnë punë shpejt, ma bëj se duat iki, dhe laboratorët që hajde bëj se s'ka problem. Domethënë këto gjëra, domethënë janë gabim. Po për urokulturën çfarë mund të themi? Urokultura ka filluar tani të marri atë rolin, meqense infeksionet urinare janë shtuar, dhe ajo ka filluar tani të hyjë në atë grupin, le të themi, të analizave rutine, të analizave të ekzaminimeve rutine që kërkohen. Që bëhet më shpesh ndoshta se ç'bëjmë më parë. Patjetër. Po, pikërisht. Kështu që për urokulturën do të thosha më e mira do të jetë që pacienti duke
qenë pak më specifik, duhet pacienti është e mira që të merret urina e mëngjesit, ose në rast të kundër të ketë 4 orë pa urinuar, me qëllim që ajo të jetë pak e koncentruar. Gjithashtu ajo duhet sjell brenda gjysmë ore deri në 1 orë duhet sjell në laborator, sepse për shkak të duke qenë që ajo është një terren i mirë favorizues për zhvillimin e baktereve, atëherë është e qartë që në manipulimet e mëvonshme, në trajtimin e mëvonshëm të asaj mostre që është marrë, është e qartë që mund të kemi rezultate negative ose fals pozitive, që i themi ne, domethënë tregon për një mbiritje të baktereve, sepse ato gjatë gjithë kësaj kohe janë shtuar. Gjithashtu, sikurse për të gjitha analizat bakteriologjike, është e mira që pacienti të mos ketë marrë antibiotik. Kjo është thelbësore, antibiotik dhe antimikrobik të tjerë. Shumë e rëndësishme është edhe një tualet rigoroz përpara marrjes së mostres klinike. Tualeti rigoroz nënkupton larje të mirë dhe higjienën përpara marrjes së mostrës. Dhe gjithashtu, duke qenë që pjesa e poshtme e traktit urinar është eventualisht e kolonizuar nga bakteret të ndryshme, është e mirë që rrjedhja e parë e urinës të eliminohet në mënyrë që të merret rrjedhja e mëvonshme, e mesme, me qëllim që të krijohet edhe një shplarje e uretrës. Tani, unë mendoj që ne sqaruam atë thelbin e problematikave, duke u specifikuar dhe në disa nga ato analiza që bëhen më shpesh. Kemi haruar të shikojmë orën, na fluturojnë minutat ndonjëherë as vetë nuk e dim se si. Megjithatë, unë shpresoj që t'ju kem përsëri në studio dhe të vazhdojmë këtë argument, pasi është me shumë interes dhe është një pikë kyçe për shëndetin e pacientit dhe për rezultatet e duhura për sa i përket diagnostikimit dhe trajtimit më vonë. Faleminderit që ishit këtu dhe ju uroj shumë sukses në punën tuaj. Faleminderit. Miqtë e mi, dhe unë ju falenderoj që na ndoqët, ju përshëndes edhe sot nga Reze Dielli, shpresoj të jeni kënaqur në këto 3 orë gjysmë që kemi qëndruar së bashku në transmetim të drejt për drejt. Për sot mirupafshim, nesër do shihemi sërish në orën 7:30 së bashku.